Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale pritet rikonstruimi i qeverisë. Por, a do të bëhet PDSH-ja e Menduthaçit pjesë e ekzekutivit? Imer Aliu nga kjo parti tha se ende nuk ka ftesë, por që të njëjtën nuk do ta refuzonin, duke shtuar se janë të hapur për bisedime. Ne nuk do të refuzojmë ftesë. Dialog apo debatin më sakt ne do ta zhvillojmë me secilin tash ato që përfshi edhe qeverinë. Mirëpo, një gjë është e qartë, rendi i ditës i Partisë Demokratike Shqiptare dhe rendi i ditës i qeverisë dhe partive në qeveri duket që është i ndryshëm. Mirëpo, sigurisht ne do të debatojmë me të gjithë. Sipas Aliut, partitë shqiptare në pushtet tashmë duhet të mbajnë premtimet, pasi më nuk kanë edhe asnjë arsyetim. Janë bërë shumë premtime, tash është koha që të realizohen. Ne do të mbajmë përgjegjës sigurisht partinë shqiptare në pushtet, sa ata kam premtu dhe sigurisht që tash që nuk kanë asnjë arsyetim që të mos realizojnë. Plotësime të vendeve në qeveri pritet të ketë në postin e zëvendës kryeministrit të parë dhe në Ministrinë e Ekologjisë, me të cilat udhëhiqte Izet Mexhiti, i cili në zgjedhjet e 19 tetorit fitoi në komunën e Çairit. Një ndër emrat e mundshëm për zëvendës kryeministër të parë përmendet Bekim Sali, për të cilin kryeministri Ristian Mickoski njoftoi se ende nuk është diskutuar dhe dakorduar, duke theksuar se ai është mandatari i qeverisë dhe se fjalën e fundit do ta ketë ai.